sulmuesit më të mirë të Llapi. Jo, po kështu. Ardit Tahiri ka qenë azume u rikthy te Llapi, dhe do të thotë pasi u rikthy te Llapi dhe do të thotë e ka pas obligative me vazhdu te na. Do të thotë ka qenë bisedime më herët me skuadrën e cila do të thotë është transferuar i liri më herët. Edhe ka ardhur momenti që pas përfundimit të huazimit që na ta transferojnë në Ukrainë, në Kolos te skuadra ku ish ka qenë edhe lojtari jon. Edhe te Gnapi do të thotë kena menduar që ka qenë momenti me bëni lëvizje dur. Gjithmonë krahas projektit që ka klubi, krahas ambicave që ka, do të thotë gjithmonë nuk futemi në kampionat, vetëm futemi në kampionat, por kena ato projekte tona se ku do të jenë vitet 2026, 2027, 2028, kom arrit qëllimit si trener dhe si menaxher i klubit që nga viti në vit me bëni projekte afatgjatë, jo projekte afashkurt. Se dallon plani dhe projekti, janë dy gjëra të kundërta, dhe projekti i Llapit ka qenë që do të thotë në këtë vit ndoshta lejtar si Gnapi që me bol vizje, pastaj do të thotë kena Arianet Hasanin, cili do të thotë kena oferta për to, Elver Gashoni kena oferta për to. Do të ketë lëvizje të tjera largime? Nuk besoj që do të ketë, për arsye se do të jetë kujdesshëm mos humbum shumë nga skuadra bazë, por nëse kemi një ofertë e cila është interes të klubit, lejtarëve, gjithmonë derisa të përfundon afati kalimtar mund të ketë lëvizje, edhe prurje do të ketë, do të thotë besoj që rrese do të prezantohet në lejtar të Llapi, i cili do të komon nga kampionati i Brazilit, në lejtar Neto do të thotë, i cili është në mesfushor ofanziv, jo, Neto ka qenë brez, kjo është në mesfushor ofanziv, do të thotë nes ta presim me bu kontrollat mjekësore, kena ndryshu si futbolli i Kosovës, të ditë që përpara kena marrë lejtar me dëmtime pa i po, edhe është që 2 lejtarit të ne, edhe është të prit që nesër me përvëdu që gjitha ekzamenimet mjekësore në detaje për me në shku kontrollat profesionale. Për arsye se kam rasti konkret, është keq me përmend emrin, po kemi lejtarë që ka qenë te Liria, do të thotë të Llapi, edhe të Malisheva, do të thotë ku i cili do të thotë ka qenë të tillë skuadrat, do të në farforme i dëmtum, edhe ka ardhur ka pak të gjitha ka marrë vete financiare, por kontribut ka unë zero. Kështu që tash tjena dhe menshëm, gabimet që kena bo nuk i bojnë ama, edhe do të bojnë kontrol edhe do të jetë pjesë e skuadrës Llapit dhe se i kalëm. Besoj do të që mund të kemi edhe lëvizje tjera, po jo shumë, për arsye se gjatë afatit kalimtar veror, mendoj që kom arrit kam numrin e mjaftueshëm të lejtarëve, skuadra është komponuar, lëvizja Gnapit mendoj që është i lëvizje dur, por e penalizon Llapin është e vërtetë që ka qenë super sulmues, është bo super sulmues të Llapit, se nuk ka qenë, e dim do të thotë se si ka kalu te Prishtina. Ka qenë te Prishtina super sulmues. Jo, nuk ka qenë se unë ti kthej që tash ti mediat e ti, edhe gazetat e juve që kanë shkruar për to. Ka ja pa gol ty më jo, po, dëgjoj veç, unë e marr edhe mediat e juve, rritet edhe portalet i kam të rujde, do të thotë kanë shkruar që është orë lejtar, ka dështuar te Prishtina, nuk ka statistika, nuk ka gola, e ato janë pikërisht nga mediat e juve, do të thotë nuk po them të apo më ato me të faktu se unë ata ka xhavi këtu, po se do të thotë, po neve është më rëndësi që Llapi